enda që plani hapësinor i bjeshkëve të Nemuna është në realizu gjatë kohës kur ka qenë ai ministër. Tani ne kemi në përfundim planin hapësinor, pra një punë që është nisur gjatë mandatit kaluar dhe ne po e vazhdojmë, planin hapësinor për parkun Sharri, i cili shumë shpejt do të marrë formën e tij finale dhe do të dërgohet në qeveri për miratim. Pra ka pas projekte cilat janë realizu, punë të mira të bëra, ka pas numër të deponive cilat janë mbyll, mirë po a ka pas hapësirë për punë shtesë dhe punë më të mira, ka pas shumë hapësirë. Tu pas parasysh edhe që ka qenë një ministri shumë e madhe, super engarkuar edhe me çështjen e infrastrukturës së transportit. Kjo s'është arsye se kështu e dizajnuat ju qeverinë edhe me këtë ministri të madh. Po du me thonë që edhin se një farë mënyrë janë kanë të ndame, de facto kanë qenë të ndara, sepse dim që punët kanë qenë shumë të ndara. Punët kanë qenë të ndara mirë, po... Se Ndërmishi ka qenë i zëvendës ministër, por shumë është marrë në çështjet infrastrukturore, kurse Livorën Aliu, unë të kuptoj se vini do thotë siç e thotë nga një njëjti subjekt politik, po nuk është do thotë e ka marrë shumë seriozisht se sa është menduar dhe kemi besuar në fakt edhe neve se ai do e bënte një gjë të tillë. Unë mirë kuptoj do thotë, po ta them sinqerisht që do thotë majsh këtë qëndrim që e ke, po prapë se prapë ai dihet që nuk është që gjithë veprimtarinë e tij edhe premtimet. Ju tani ato si shembull për postën. Absolutisht. Jo, nuk deshta të hym personale do të thotë në këtë aspekt. Nuk mos e ngarko me fjalorin me personale, nuk ka të bëjmë personale. Jo, në partijake personale. Po, desha të them që vetëm atë çka tha deri tani, ju çka tha, do thotë është dashur kjo dhe që po i merrni, automatikisht për të përgjigjesh që për 4 vite nuk është që ka vepruar nga ish ministri aso kohë dhe ka lënë hapësirë që të mirësh do thotë të mirë në ju. Mirë për juve, po është një dëshmi që nuk është bërë mjaftueshëm, do thotë, nuk po them që s'është bërë, por nuk është bërë mjaftueshëm në këto veprimtari që ju po i cekni. Unë as nuk thash që është bërë mjaftueshëm në fushën e mjedisit, sepse mjedisi në Kosovë është në gjendje jo të mirë. Edhe si deputete sa kam qenë kryetare e Komisionit për Mjedis, kam dërguar mjaft kritika në drejtim të Ministrisë së Mjedisit edhe kërkesat e mia kanë qenë vazhdueshme për ndërhyrje për mi parandalu disa degradime që ndodhin në fushën e mjedisit. Kështu që po them që nuk mund të themi që nuk po them as që se punë e mirë është bërë brenda ministrisë në 4 vite, në 5 vitet e fundit, por a ka pas hapësirë për punë shumë më të mirë. E pa mjaftueshme. Ka hapësirë gjithmonë. Edhe vetë keni plan një... Ka hapësirë për punë shumë më të mirë. Ars, se du t'jep fjallën profës pastaj. Njëta natyrë, që se nuk e ketë njëta natyrë. Faleminderit. Do thotë cilat janë projektet konkrete ministre, sepse çështja e natyrës, ambientit, parqeve kombëtare, do thotë nuk është që fort është, siç e tha dhe Albinoti, nuk është në situatën më të mirë të dëshueshme. Cilat janë projektet konkrete ose që ke marrë apo që mendon ti marrësh, se përket në përgjithësi gjitha